kjo? Fillimisht isha ta potencoj që decentralizimi i komunave të Kosovës pas lufte i ka dhënë pavarësi të plot komunave të Kosovës, gjithsesi drejtorive komunale të arsimit që të udhëheqin me shkollat e tyre prej atyre të qelleve deri te shkollat e mesme të larta. Pra përgjegjëse për të gjitha plan programet dhe për të gjitha çështjet e tjera rreth tyre nëpër komuna janë drejtoritë komunale të arsimit. Pra, si me thonë, organizimi i një ekskursioni, organizimi i një vizite jashtë plan programit ose jashtë kurrikulës, pra duhet të jetë në koordinim të plot drejtoria e shkollës së bashku me drejtorinë komunale të arsimit. Pra, fillimisht përgjegjëse për këto ndasi ose mos ndasi për këto planifikime janë secila drejtori komunale arsimit nëpër komunat e Kosovës. Ne i shohim fajtor për këtë ndasi fillimisht viteve të fundit, ne e potencova edhe më herët që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë viteve të fundit po i subvencionon nxënësit me nga 80 euro, e që praktika po tregon që nuk janë të mjaftueshme. Pra, në të kaluarën duhet të kthehet praktika e viteve të kaluara kur nxënësit u subvencionoheshin me të gjitha librat, pra të gjithë librat të cilat kanë qenë të kërkuara nga profesorë ose arsimtarë të shkollave fillore, pra duhet të subvencionohen direkt librat, pra ju të qitën nëpër llogarit e tyre nënave ose prindërve të tyre paratë ose subvencionimi e pastaj të blihen librat e që nuk janë të mjaftueshme, e që pastaj mbi vlerën e shtuar të krijohet ai problemi të cilin sot po e flasim. Pra drejtoritë komunale të arsimit